Të shtunën, ringu ndizet nga krenaria shqiptare. Jurgen Uldedaj ngjitet për të mbrojtur titullin e kampionit të botës në Cruiserweight përballë sfiduesit të rrezikshëm Austin Namdi. Çdo goditje do të jetë luftë për lavdi, për flamur dhe për historinë që shkruhet para syve të shqiptarëve. Mos e humb duelin që premton adrenalin, emocione dhe krenari kombëtare deri në sekondën e fundit. Të shtunën, nga ora 23:30, spektakli i madh i boksit transmetohet ekskluzivisht në Klan Kosova. Mes të Klan Kosovës është koha të takohemi me një zonë që zakonisht takohemi në fillim të muajit apo në fund të muajit, edhe gjithashtu në blokun e fundit dhe gjithmonë bie dita, një ditë e premte. Denisa Shyli është me ne sot dhe do të diskutojmë për renditjen e yjeve edhe gjithashtu impaktin që ato do të kenë tek shenjat në astrologji. Denisa, kënaqësimet pas Kosova Today. Faleminderit shumë që je me ne. Kënaqësi është e ime, Krunësira. Denisa, po ja fillojmë shenjave direkt për arsye se i kemi 10 minuta që me përfundu komplet. Mos t'im besim askujt borxh. Patjetër, mos i le thatë njëri, po me një të dashën, shenja e dashën ndikim më të rëndësishëm ka deri datën 19. Problemi më i madh është tek shëndeti, nëse jemi të kujdesshëm këtu, kemi mundësi që të rritemi në karrierë, të rregullojmë marrëdhëniet tona familjare, madje është në një muaj të cilin mund të kërkojmë stabilitet shumë të madh ekonomik brenda shtëpisë, si redoj. Për ta bërë këtë, mund të kemi dhe një rritje të madhe në karrierë. Në lidhje me çështjet sentimentale është një ndoshenjë që ka një ndikim shumë të madh, shumë të fuqishëm, sepse të gjitha lidhjet që krijojnë në këto momente janë vërtet lidhje afatgjata. Prandaj, të zgjidhni mirë njerëzit që marrin jetën tonë ka rëndësi. Jemi në një fazë ku kemi një pasion shumë të madh për jetën dhe mund ta kanalizojmë tek personat e gabuar ndonjë, prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Ndërkohë që shenja e demit është një nga shenjat që do të ndikohet më tepër në lidhje me shëndetin pas datës 19, deri në atë datë do të këshilloj të jemi shumë më të kujdesshëm në lidhje me çështjet tona shpirtërore. Do të ndikohemi këtu, do të përzgjedhim shumë në jetën tonë, duhet të heqim patjetër personat të cilët janë problematik ose të rregullojmë marrëdhënie problematike. Kemi mundësi shumë të mëdha komunikimi në këto momente, kemi efikacitet shumë të madh ose arrim që të përzgjedhim fjalët e duhura, prandaj edhe nëse dëshirojmë ta bëjmë këtë gjë, të fokusohemi tek karriera është shumë e rëndësishme, por që të mos bëjmë investime të tepruara, edhe kjo ka shumë rëndësi. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, duke filluar nga data 9, futem në një fazë vërtet shumë pozitive për shenjën e demit, duke qenë se kemi krijime disa lidhjeve shumë pasionante. Nuk do të thënë se deri në atë datë nuk do të jenë, por pas asaj date janë edhe më tepër. Në lidhje me të ardhurat materiale, është diçka që nga temat më të rëndësishme për shenjën e demit, është që ndërmuajt më pozitiv, por duhet të investojmë aty ku duhet, për i përsëris. Shenja e binjakëve, ndikimi më të rëndësishëm që do ta ketë është kalimi i Merkurit në retrograd, por për fat të mirë është në fund të muajit, prandaj është një muaj dhurat, mund të them, për shenjën e binjakëve. Kemi një vetëvlerësim shumë të lartë, vlerësohemi për këtë arsye shumë më tepër edhe nga pronët tanë, kjo do të thonë që mund të kemi një rritje edhe në karrierë. Nga ana tjetër kemi mundësi që të rritemi shumë edhe ne vetë si individ të studiojmë më tepër, pra ose të gjejmë edhe pika ku pak a shumë zirojmë horizontin tonë, kemi një zgjerim shumë të madh të shoqërisë, e cila na vlerëson vërtet shumë të na shtyn drejt një rruge e cila mund të thotë të ardhurë materiale të mira. Dhe mbi të gjitha mund të na bëjë dhe të prezantojmë me persona të cilët na fitojnë zemrën. Për të gjitha ata që janë në lidhje aktuale, sidomos ato afatgjata brenda martesave, do të këshilloj që të përzitni mirë fjalët që e thoni dhe të jeni pak më të kujdesshëm që mos tueni zemrën e personit që keni në krah. Në rregull, do të jem. E keni shumë të thjeshtë, madje është një nga muajt më pozitiv. Ndërkohë që shenja e gafores është një nga shenjat e cila ka pak sfidues këtë muaj. Kemi shumë ngjarje që ndodhin, na duhet që të heqim dorë nga shumë gjëra dhe të zhvillojmë shumë gjëra të reja.
dhe mbi të cilat jemi shumë të përgjegjshëm si për punën, po ashtu edhe për shtëpinë, për familjen dhe për partneritetet tona. Në qoftë se e mbajmë përgjegjësitë, kemi shumë të thjeshtë të avancojmë, kemi shumë të suksesshëm persona që pak a shumë bjen në syr, por në qoftë se nuk jemi të përgjegjshëm kundrejt këtyre tematikave që sa përmenda, mund të jetë një ngashënjë që ndikohet në mënyrë pak negative, humbet shumë pra. Dhe si vetë mund të kemi humbje në të ardhur materiale, se çfarë konsumojmë, do të thënë që ajo do të përkthehet dhe në shëndet, ose jo. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale është shenjë e favorizuar, madje mund të themi që është një ndër shenjat më të favorizuara. Për sa i përket luanit, shenja e luanit është shenjë e cila ndikohet në përgjithësi në mënyrë pozitive, por pjesën e parë të muajit duhet jemi pakës më të vëmendshëm në marrëdhëniet tona personale, se mos të fatgjata, nëse bëjmë këtë, mirë mbajmë këtë marrëdhënie, e kemi më të thjeshtë, që të dëgjojmë të tjerë deri në fund ka rëndësi, në bazë të saj të veprojmë, të fokusohemi tek karriera, edhe kjo ka shumë rëndësi. Fokusimi më i rëndësishëm do të ishte për mendimin tim edhe tek marrëdhëniet familjare, duke qenë se gjithë javë mund të ndërtojmë diçka shumë më stabil. Shenja e virgjëreshës është një ndër shenjat më të favorizuara të këtij muaji. Kemi një ndikim shumë më të fuqishëm në marrëdhëniet shoqërore, madje mund të na ndihmojnë që të zgjidhim dhe probleme në të ardhur materiale, të cilat vijnë pak a shumë vetvetju si lloj e punës që kemi bërë deri në këto momente. Plus për shenjën e virgjëreshës jemi edhe në fazën ku mund të gjejmë personin e tyre të jetës. Prandaj dhe që të fokusohemi edhe këtu ka rëndësi, këto mund të vinë më tepër nëpërmjet shoqërisë, prandaj dhe fokusohemi aty është më e rëndësishme. Brenda lidhjeve aktuale kemi një fazë rregullimi dhe zbukurimi, ndërkohë që shenja e peshorës vazhdon që të jetë në fazën e rritjes, sidomos në lidhje me karrierën. Në këtë pikë duhet jemi të përgjegjshëm, sepse mund të kemi rritje pothuajse të menjëhershme në marrëdhëniet sentimentale. Java e parë e muajit qershor mund të bëhet pakës më e lodhshme. Në këtë pikë që të komunikojmë hapur ka rëndësi, nëse komunikojmë hapur, kemi mundësi që të rregullojmë marrëdhëniet tona, madje të çojmë ato në më të shëndetshme, dhe kemi të mundësi të kryejmë projekte të reja ose fillimet të lidhjeve sentimentale të reja. Shenja e akrepit është një ndër shenjat e cila ka ndryshime shumë të mëdha gjatë këtij muaji. Ka fat, por duhet jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin. Pra, në mënyrë që ta përdorim fatin tonë, duhet jemi shumë të vetëdijshëm në lidhje me anën tonë fizike, si edhe që të kemi rutina të shëndetshme, të mundohemi që të konsumojmë ato çfarë duhet të konsumojmë, dhe që ta heqim nga jeta jonë gjërat të cilat na thithin energjinë kot është shumë e rëndësishme. Dhe kemi edhe një ndryshim shumë të madh për sa i përket çështjeve sentimentale, kjo sepse perceptimi i tyre ndryshon gjatë muajit qershor, bëhet një perceptim shumë më i shëndetshëm për shenjën e akrepit, prandaj dhe kemi mundësi që të kryejmë diçka më të shëndetshme, qoftë ato aktuale apo dhe të reja. Shenja e shigjetarit, më tepër ndikimin do të vazhdojë gjithë muaj ta ndjej nga hëna e plot që do të jenë datën 31 maj në të vërtetë, sepse është tek shenja e tyre, kemi ndryshim komplet të identitetit të tyre, mënyrë se si trajtojnë jetën, partneritetet e tyre, karrierën, si dhe kemi edhe mundësi që të gjejmë një rrugë të re. Nëse nuk jemi të kënaqur me vendosjen aktuale, me gjendjen aktuale, kemi mundësi që të kryejmë lidhje të reja, edhe për shenjën e shigjetarit janë lidhje të cilat janë stabil ose më themi afrogjata, prandaj ti marrim me qetësi është e rëndësishme, sepse këta janë persona që do të jenë në jetën tonë, ti shqyrtojmë mirë çështjet, prandaj është e rëndësishme. Dhe kemi edhe mundësi për të kryer një farë stabiliteti ekonomik. Kjo është një ndër muajt pak a shumë vjen shpërblim i mbyllimit të cikleve karmike që kemi bërë gjatë gjithë këtij viti. Dhe shenja e bricjapit, për shenjën e bricjapit e rëndësishme është shtëpia, familja dhe shëndeti i tyre. Prandaj që të jemi të kujdesshëm këtu ka rëndësi. Marrëdhëniet sentimentale më tepër mund të jenë disi problematike, duke filluar nga data 19 e tutje, por e kemi shumë të thjeshtë të zgjidhim probleme nëse thjesht qëndrojmë të qetë dhe komunikojmë hapur. Kjo si në lidhjet aktuale, po ashtu dhe në lidhjet e reja që mund të krijojmë, kemi mundësi në këto momente për shenjën e bricjapit që të ndërtojmë një jetë shumë stabil. Si nga ana ekonomike në lidhje me karrierën kemi mundësi rritje, prandaj është një muaj shumë i rëndësishëm, do të këshilla patjetër ta shfrytëzojmë. Dhe shenja ujore është pjesa e parë e qershor, ose më themi 3-4 ditë e para, mund të jetë problematike në marrëdhënie familjare. Këtu mund të imponimi i tyre mund të na lodh disi. Prandaj edhe mund ta kemi pak më të vështirë që të themi i det mendimet tona, por në qoftë se thjesht i shprehim ashtu siç duhet,
në mënyrë të qetë, pa krijuar grindje për në përbrenda shtëpisë, e kemi shumë më të thjeshtë edhe në temat e tjera të jemi të suksesshëm, sepse kjo është pak a shumë sfida e fundit që kemi, ose sfida e vetme që kemi gjatë këtij muaji. Në lidhje me shëndetin, për shembull, ujor nëse jemi të kujdesshëm, kemi rutinë të shëndetshme, kujdesem për atë çfarë konsumojmë, është një ndër muajt më pozitiv, madje mund ta shprehim veten e tyre shumë pozitivisht në ambientin që rrethon dhe cilërat të marrin një ndihmë shumë të madhe. Më tepër ndihma do të merret nga femrat, po në vizoj, por nga të gjithë mund të marrin ndihmë. Dhe shenja e peshëve, për shembull peshëve pika ka më tepër fat të ketë gjatë gjithë muajit qershor, është çështje sentimentale dhe fillimin e projekteve të reja, të cilat sillen të ardhur materiale të mira. Kjo sepse në këtë moment të shenja e peshëve është në fazën ku mund të ndërtojë jetën që ëndërron për të ndërtuar. Kemi një ndryshim shumë të madh për këtë arsye, mund të ndryshojmë karrierën, mund të ndryshojmë vendin ku jetojmë, mund të ndryshojmë edhe mënyrën se si e perceptojmë jetën, prandaj që ta shfrytëzojmë këtë muaj është shumë e rëndësishme, pak më tepër që duke filluar nga ato të 21 dhe dielli do të tek shenja e gaforës, që domethënë dhe shtimi shumë më tepër në fat dhe përsëris, për sa i përket çështjeve sentimentale, si për të rregulluar lidhjen aktuale, si për të krijuar diçka të re, për shenjën e peshëve, vazhdojmë që të jemi në një fazë shumë pozitive, argjimet vetë duhet të kemi kujdes. Domethënë të bëjmë me logjik. E qartë. Denisa, faleminderit shumë për këtë përmbledhje, e kena bën një përmbledhje e ke bën fakt, se kena bën të më dëgju pak më shpejt se herave të kaluara, por besoj se do ta kemi rastin diskutojmë edhe pak më avash për këto çështjet e astrologjisë. Patjetër, kur të dëshironi. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi me ju pa sot në emision dhe shpresojmë se do të shihemi prapë me Denisën, ndërsa meq sidomos që adhurues të boksit, mos harroni këtë vikend pra të shtunën me fillim nga ora 23 do të qëndroni pranë kanalit numër 1 në vend Klan Kosova, sepse